Sa fëmijë ke Astrid? 3 kosa, 3 qupa. Sa para u jepje për të shkolluar? Ajo, në fjalë, i donin për të hangur, për të veshur, me libra. Në fjalë, çdo muj, goza mire në 300.000 lekë. Po ku të ka dalë të llogaria me kaq para? Po, e do të shpjegoj unë. Veç punës time personale. Kishe punë ky, do vejmë të ky. Do vejmë të ky tjetër. Do punoj, do më 10 lekë atje, 10 atje, 20, si mos punë. Me fjalë kam jetë usta. Bajmë nivelime, bajmë shtrime, bajmë sovatime, i bajmë gjitha. Sa? Arsyeja ka qenë se unë kam pas 2 prindër. Që të dy unë ka pas mua. Edhe u detyrova që qëndroj këtu. Se s'mund të lihet dot vetë. Edhe për hatër të tyre nuk shkove në emigracion. Nuk shkove. Po. Jo për hatër të tyre, po kush e kupton dhe kush ka prindër, du ta mendoj mirë. Po ti se do t'i kthej kurrizit. Se të bëjmë vetë edhe u bë. Neve i bëm. Unë neve s'ku do na bëj se di. Hey people, për më shumë video si këto, ju ftoj të ndiqni faqet për Kaca.